Pse duhet ta agjerojmë? Pse është kaq e nevojshme për më duk më fetar? Ja. Kur ju ta agjeroni vajos një kokë, në vesh një bukur, lynju, deli, ma bukur se kur që kërkush mas ta dallojnë. Sepse kjo tregon që ndrim zemret. Kjo tregon që është mram. E na kena nevojë me tregua që është për mrama për jashtë. Aja që është në zemër manifestohet në veset tuja, në sjelljet tuja, në gabimet tuja. Atëherë pse duhet ta agjerojmë? Sepse agjerimi përgatit fillimin e rizgjimit shpirtëror. Por koha më fokusu te Zoti. E agjerimi është ai që të ringjallë i herë më shumë shpirtërisht në marrëdhënie me Zotin. Na ndihmon me marrë zbulesë edhe drejtim për jetën tonë. Na ndihmon ne edhe njerëzit për rreth mu të çliru nga prangat shpirtërore, nga veset, nga mëkatet. Thellon marrëdhënien tonë me Jezusin dhe na bën ne më të nishëm në zonit frymës shejt, sepse lartësojmë frymën që kena për mrama. E sot unë du që ti të tregosh përëndis përmes përkushtimit të në ofertë sakrifikuese, që ty mund besohen gjanat maja, se je besnik me të voglat. Ty mund besohen sepse ti ke mentalitetin e fitusit.